أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى صحبه أجمعين. Falënderimi të qonë Allahut, krijuesit të gjithësisë, I cili na mbledhi në këtë ligjërat me vlerë të madhe dhe me lejen e Allahut të përfitojmë sa më shumë shpërblime në këtë ligjërat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى صحبه أجمعين. Falënderimi të qonë Allahut, krijuesit të gjithësisë, lavdët dhe falënderimit I takojnë vetëm Allahut dhe për hir të Allahut ne po e bëjmë këtë program, këtë manifestim që shpresojmë që Allahu të na jap sa më shumë begati, harmoni, dashuri midis njëri tjetrit. Në këtë ligjërat do flasim mbi disa pika dhe me lejen e Allahut të fitojmë sa më shumë shpërblime. Kemi përzgjedhur një temë interesante, përgatitja për Ramazan. Pika e parë është shahadeti. Çdo lloj musliman që e pranon Islamin e tij duhet të përmendë shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Që do të thotë, nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I tij. Çfarë kuptojmë në shahadetin tonë? Kuptojmë që ne të jemi sa më shumë afër Allahut xhaleshanehu, që të jemi afër njëri tjetrit dhe me lejen e Allahut të jemi sa më shumë afër Allahut. Pika e dytë, namazi. Vëllezër të nderuar dhe të respektuar, namazi është diçka obligim, është për çdo besimtar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: ai njeri që nuk fal namazin, ai do jetë I humbur. Dhe to është ai që nuk di Kur'an shumë. Profeti Muhammed ka thënë: namazi falet edhe me surën El-Fatiha. Vetëm nëse a ke vullnet, ke dëshirë për të falur namazin, janë disa që kur shkojnë në namaz e falin namazin me rroba gjumi, me bijame. Ndërsa kur I vjen miku, vesh rroba nga më të shtrenjtat dhe ky njeri don të dalë që të duket Allahu xhaleshanehu. Ndërsa në namazin e tij përdor bijame. Pra, kështu është muslimani vërtet. Kështu është besimtari që në këtë moment është më I mirë ai që e fal namazin, ai që I përkushtohet Allahu xhaleshanehu dhe ai që është në rrugt të Allahut xhaleshanehu. Vëllezërit e mi, në namaz jemi më të mbrojtur se sa në momente të tjera. Tani po vjen muaji I Ramazanit. Duhet të shtojmë sa më shumë namazet, sa më shumë ibadetet, sa më shumë istighfarin që e lutim Allahun e Madhnueshëm që të na falen gabimet edhe gjunahet tona. Zekati. Zekati, vëllezër e mi, është sadaka. Kush është ai njeri që nuk don të jap sadaka
një lëmosh të vogël vetëm për Allah. Lumja e njeri që e jep zekatin pa ju dridhur dora. Se thot, është një shprehje, dora që jep është dora më e mirë që merr. Dhe nëse ti e jep sadakan fshehtas që mos ta dinë asnjëri, ta dish vllai i nderuar që ti je i mbrojtur nga çdo e keqe dhe nga çdo sëmundje. Agjerimi i muajit Ramazanit. Vëllezërit e mi, të flasësh për agjerimin duhet shumë kohë, shumë ditë, shumë muaj. Po ne do përmendim disa pika që me lejen e Allahut dhe për këtë muaj të madhnueshëm të Ramazanit do jemi më të prekupuar dhe më të afruar tek Zoti. Do kemi ligjërata pafund. Lexim Kurani, do kemi mysafir nga trevat shqiptare. Agjerimi, vëllezërit e mi, është pastrimi i shpirtit. Agjerimi të mbron nga çdo e keqe. Agjerimi të mbron nga çdo ligësie. Agjerimi të mbron nga goja e pisët. Agjerimi të mbron nga punët e pista. Agjerimi të mbron nga veset e këqija. Agjerimi të mbron nga gënjeshtra. Agjerimi të mbron nga çdo lloj e keqe që na vjen. Nuk është agjerimi, vëllezërit e mi, që vetëm ta agjerojmë dhe mos t'i përkushtohemi Allahut, të rrim gjumë deri në kohën e ikindis, sepse nëse i bëjmë këto vepra ne agjerimi jonë pothuajse vetëm kemi marrë një shpërblim të shkurt, por shpërblimi afatgjat nuk është marrë siç duhet. Shpërblimi afatgjat duhet të merret në këtë lloj mënyra. Duhet të falim namazin 5 vaksh. Të mundohemi që çdo lloj namaz ta falim me xhamat. Çdo lloj namaz të jemi të përkushtuar tek Allahu xhaleshanehu, të merremi me punë të mira, mos t'i afrohemi njerëzve që janë problematik dhe që rrethojnë rrezikun. Dhe pika e fundit, vëllezërit e mi, haxhi. Vëllezërit e mi, haxhi është diçka që është obligim, është me dëshirë që të paktën një herë në jetë ne ta vizitojmë atë vend. Dhe e lutim Allahun e madhnueshëm që të bëhemi njëri prej tyre që ta vizitojmë vendin e haxhit, shtëpinë e Allahut xhaleshanehu, të vizitojmë profetin ton Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, dhe Allahu inshallah na pranoft çdo lloj ibadeti. Dhe edhe 2 javë, vëllezërit e mi, po vjen muaji i madhnueshëm i Ramazanit. Ta presim me padurim, vëllezërit e mi, të jemi sa më shumë të afruar tek Allahu xhaleshanehu dhe të jemi të pirpikët në këtë muaj të begatshëm. Zoti ju nderoft, Allahu ju nderoft me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.